Unë jam Gjevahir kolega nga Mokra, konkretisht nga Rodokaq Sipër. Kam prej 30 vjetë që kam shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kur shikoj male, lugina, kodra, rrugë, si kundri ka Mokra, më kujtojnë gjithnjë sa udhtojnë në Amerikë, kujtojnë rrugët e Mokrës. Që në Golik dhe deri në malet më të lartra të Mokrës. Unë kam marrë posaçërisht, duke u lidhur me Istref Axhillarin, i tha që ti do vi se unë kam ardhur, Istrefi tha unë jam i gatshëm të përcjell, të më çosh në vendin tha. Janë shumë i gëzuar që marr pjesë këtu dhe i bëj një thirrje Mokrës, popullit. Gjithë kësaj rinie që shikoj këtu, një rinie tjetër që është në botë, të rikthehet në Mokër, sepse Mokra është shumë e përshtatshme, që nga 0 metro mbi nivelin e detit edhe deri në lartësi 1500, për mbashtrimin e gjithë gjallë, sidomos deleve, dhive, viçave për mish. Kjo do shërbej për shtimin e turizmit, sepse duke patur ushqimin, të ndihmon ekonomikisht, po dhe të favorizon për një turizm mokrar malor. Mishi mokrar është në plan të parë, kështu ka qenë gjithnjë. Tash unë mendoj rinia të rikthehet, ta mbashtroje dhe ta provojë. To shikoj si do jetë Mokra. Shikoj ka përmirësime të kaluara. Më pëlqen rruga Çukës Tullç. Edhe Qandeja Asmëne. Kjo jep një shtytje për zhvillim dhe për aktivizim tërë popullit të Mokrës, rinisë, me qëllim të pleqëria që është po graditën të rikthehet, të shërbes gjithë gjallë. Viçi, delet, lopës, keçi, dhisë. Është një biznes shumë i favorshëm dhe i lehtë.